që ja kanë keqkuptu, në fakt, se ka thonë edhe vetë, Bek Berisha të na ka dolu ju ka shoko gjë shumë, ju ka ofenduar. Po nuk mirë mune me deklarata emocionale, ata... Ka thonë zuzore, ka thonë, çka më thonë? Nuk janë as politike... A ju ka Ramushja ju? Jo, unë nuk menoj, sepse ne thash pas zgjedhjeve kemi një qëndrim publik, cilin me gjos, nëse s'ka boj une, ku boj pari, pastaj edhe të tjere, që nisma është e përsaktune, deri në këto momente kur po flasim, do më që të ketë qeverit të partive opozitare dhe natyrisht do të funksionojmë si një grup parlamentar bashkë me aleancet. Po që dallimet midis dy partive ekzistojnë, ajo është ditë për fillimin, sepse ne jemi dy subjekte, dhe dy subjekte kemi marrë pjesë në zgjedhje. Nuk është që ne, kur kemi bërë koalicion, jemi shkrim në një subjekt. Për shtë deklarata, çka mendon Bazazo? O ka një keq interpretim, domethënë i fjalorit të Fatmiri, që zakonisht është ma tolerant se shumë politikon të tjerë, dhe ma eloquent kështu në deklarata, për ndryshe ato që e ka thonë atë natë, domethënë e ka thonë edhe një vjetë edhe 2 vjetë ma herët. Domethënë, kur është pyetje interesi nacional i Kosovës, du të me lonë për anash dallimet. A ka pas një takim ndërmjet Limajt edhe? Me vetë vendosi nuk ka pas takim. Nuk ka pas, sigur? Ja, 2% ati. E s'na ka zëve që ka bën të nëse hinë ata në koalicion? Unë me të Mzafiri që kam qenë gjithmonë ati. Nisëm si e mo? Ja, unë s'po thamë që s'jem nisëm, sepse në fakt unë në nisëm jem për 2016, edhe pse nisma është themelu ma herët, unë dhe në 2016 kam qenë koalicion me nisëm si Bashkim Demokratik, subjekt lokal, në Prizren që ku ma udheq për 6 vjetë. Për ndryshe, unë po menoj se nisma i ka, me gjitha ta një kryesi, i ka organet e veta, dhe në bazë të qëndrimeve që i kemi pas në takimin e fundit, do më dhonën, unë qëndroj në ato qëndrime cilët tashmë jenë publike. Deri tash nuk kemi pas ndo një ndryshim që unë me pas edhe ndo një mendim tjetër. Bazazov, ju keni qenë, thashe në prezentim, ushtore e ushtrisë ligjore të Kosovës, komandant nga una e vrini tani nga Prizreni, edhe realisht, çka mendoni për shto ligjat? Nështë ligji ka lënë hapësirë, nuk e përshtatën shumë luftës në Kosovë, është marrë me gjasë modeli Kroacisë, për ndryshe lufta në Kosovë ka dalu për luftës në Kroaci, po edhe në Bosnjë, ka qenë krykput, fillim e mbarim luft vullnetare, për dalim nga Tazom nga Kroacia që ka pasën dëmonë policinë, dëmonë ato komponentat rezerv të organizumë si shtetë, Kosova si ka pasë. Kosova ka fillu për njerëzve të vulletit mirë, ka fillu për zerës, dëmonë, për djemve dhe vajzave të cilët je konë gjendje me dhonë gjithka edhe jetën, që një pjesë edhe ka ndonën, dëmonë për me ardhë deri të kjo ditë. Pastaj në rrugtime si për, domon, si çdo kund tjetër, ka pak, nështë ka pasën lëshime, për si do që tjetë, unë thashe, nërse ka frymje, për cilën unë besoj që ka pak frymje, domon... I ka frylista, shkushtë? Po, është, domon, është fryzue, domon, ligji i cili nuk i ka gjonat përsaktime. Në qatë lista është Albania ju, kryeministri? A o konë veterana ju? Unë e këmë dëgju pe juve që aje ka një libres veteranve, po në bazë të biografisë ti, aje nuk është veteran për mendimin tim. Ju, a? Sepse Që kategoria ke thonë mja dhonë një kalash i duke që aeroplan? Po jo Salati dhe shumë të tjereve që ka një libreza në ashtat veteranve, sepse thash, Tazom edhe shumë që e kanë një mu e luftën, jenë shpall veteran. Dhe sa ligji për shumë i kategorizon, dëmon veteran luftetar, aj që konë me push në dorë, pjesë mars, pjesë tarë, edhe pastaj dëmon një pjesë e atyre që gjatë luftës dëmonon jenë zonë robë, dëmon që kryesisht me një vendim jenë kategorizu si invalid luftës. Po 3 kategorit, unë nuk e shoh, dëmon Albinin, në bazë të tash, të angazhimeve ti, që i ka pasën të mëna si përkthys në zyrën e Bacës Adem, që du të me qenë veteran luftetar. Bra, do të gjitje për pasenzor. Hej, nime, du më të avru Bajrami se ti këgjëji, urime festa. Do të gjitje se pas në harru vëlloj. Je edhe fetar i madhë? Fetar, unë do me thonë, praktiku si, po respektam feje shumë, se i kom po të
I qëtë dë thonje të profetit Muhamedit alayhis salam e bohererja. Jo, unë në fakt i respektoj, unë me përkatësi fetare e muslimon, E di. kur nuk e kumë mohue, edhe... A i këshën dru feje në Bacazov? Më falë që për ta. Në asnjë mënyrë. Po dhe më posë kur ta lëvizat dhe qonë që ka ndohë. Që ka me ndani për tani me? Në asnjë mënyrë, unë thashë, do vonë, si kjo çështja e fesë është më shumë edhe për zgjedhje përjashtu që është edhe një trashëgimi familjare. Unë babën e kom pas besimtar gjyshin dhe stërgjyshin. Thash nuk jem ndonjë praktikues, nuk on që shkoj në xhami. E di, po nëse dhe, po kryesore e defi. Unë i respektoj domethënien edhe thash. E për ta çka mendon? Jo tash në këtë moshë, po unë edhe në moshën e re, domethënë kur kam qenë nikon i përnjekun për serbis, jashtë edhe në perëndim kur një nuk e kam mohue në shoqëri nga më të ndryshme që pasi gjithë të tjerat që janë në perëndim, që unë jem albana dhe ish bin muslim. Bravo, edhe shqiptar edhe muslim. Çka mendoni për lëvizjen e Deçonit që ka dalë? Po shiqo, unë menoj se në këtë kohë dhe forma si qysh po trementohet, domethënë nuk i shërben kohës edhe momentit, ata secili mundet me ndrru fen, po jo me këtë pompozitet, sepse pastaj të tjerët që s'ta dojtë mirën për përdorin dhe po knërjojnë përçamje dhe po nëzisin domethënë acarime midis grupeve të ndryshme që thash nuk është mirë. Një pyetje pa lidhje dhe ishta me ta bo, po s'ka lidhje se dha e fetor. Fera ku në fundit të kthya për muzikë, s'dia keni? Se ai ku musliman, po ka dalë. Po tipat e firës edhe bon musliman, lën rakine, kthehen prap. Ato janë çështje tyne personale. Po. Domos po im ato. Te feja për rrim, alo. A ki plan me shku në qoba jo? Nuk besoj që. Pse? Nuk e shoh, unë me thonë drejtën thash, jem musliman, nuk jem ndonjë predikues i madh, edhe me që babën e kom pasur në 35 vjet në Gjermani, edhe pas luftës si pensioner i Gjermanisë, se unë një histori e veçantë, kur a i ka dish më ardhen në Kosovë me 28 shkurt, 98-ës qatë ditë është rrethu Tusuzi dhe ka shpërthy lufta frontale në Drenicë dhe na kemi nalë mësë më ardhen, sepse unë kam qenë me vllazin në Rjedha dhe naturisht me qka qenë edhe i smunë s'kemi deshtën që bile s'paku baba me qenë këtu në ato momente. Edhe kur ka ardhen, po du ta rikujtoj një thënie ti, që për shqiptarët qabe është prekazi. O deshtë unë në amën ti me që unë i kurorë në prekaza. Mas i ka qenë i smut dhe pak mas luftës edhe ka ndru jetë. Ka qenë besimtar, shumë i madhë, fetar, bile unë e kom pas drejtë.